ndjen personin për të qenë gjithmonë aktiv online? Urdhë? A ndjen veten për të qenë gjithmonë aktiv online? Ja, nuk e ndjen vetën. S'jam unë, te e pa vetë, s'jam shumë. TikTok apo talent real, cili fiton sot? TikToku fiton sot. A mendon se muzika po bëhet më shumë për views se sa për art? Po. A ndryshon muzika kur fillon të sjell shumë para? Normalisht. Cila ishte era parë që ndjeve Javleti gjithë mundi? Që the Javleti gjithë mundi. Cila ishte era parë? Se ardha la. A është e vështirë të qëndrosh i thjesht pasi bëhesh i famshëm? Jo, unë i thjesht jam. Kush më ka pa, kush më jam. Okej, si e menaxhon, dhe me pak fjalë, vlla, me 2 fjalë, baba më kanë një pyetje tjetër. Si e menaxhon stresin dhe presionin, vlla? Nuk kam stres e depresion, vlla, kam halle. Kur ka qenë dita fund, kur ka qenë koha fundit që ti ke menduar që do ta leje edhe pse? A ke menduar ndonjëherë për ta lënë për të ndërheqjes si artist? Jo, s'kam menu. Mos u dorëzo vlla kur. A ke kaluar ndonjë periudhë të errët gjatë karrierës? Urdhë? A ke kaluar ndonjë periudhë të errët gjatë karrierës? Jo. A ndikon muzika në shëndetin tënd mendor? Muzika në shëndetin tim, jo, në shëndetin mendor nuk ndikon, por nëse do bëna budallaj për muzikës, ne e bëj për shef, jo për... Okej, kalojmë pyetje tjetër. Si përballon kritikat publike? Kritikat publike i përballoj duke në etiqetë dhe duke i shajt nga ropë, ato që... Okej. A është e vështirë të kesh mish të vërtet në industri? Është e vështirë shumë. Si e dallon një mik të sinqert nga një interesatxhi? Dita dallosh apo s'di? Po, dallohet, s'bëhet fjalë. Jam serial. Bien sy nga lart, vjedha. A ka ndikuar fama në dashuri vlla? Jo vllai, se jam në dashuri jam i shëndetshëm. Jam i gocë. A mendon të tërhiqesh ndonjëherë nga muzika? Jo, nuk mendoj. Çfarë trashëgimie dëshiron të lësh pas? Trashëgimi? Po. I varse. Si do doje të kujtonin njerëzit? Urdhë? Si do doje të kujtonin njerëzit ty? Njerëzit që vdesën dhe s'kam e pse me më kujtu fare. Pyetje të shpejta. Studio apo sken? Sken. Këngë hit apo album cilësor? Album cilësor. Para apo pasion? Pasion. Solo apo bashkëpunime? Urdhë? Vetëm apo bashkëpunime? Solo apo bashkëpunime? Bashkëpunime. Fama apo jetë private? Jetë private. Po pse si jetë private, valla, se të shikur hy muzikës, si do bësh jetë private dhe muzikë dhe se si jetë private, se po do të jetë private. Mos më ndërhyjt në pyetjet të përgjigjet. Okej, valla. Ta fal, valla. Kalojmë pyetje tjetër. Kujdeja lesh përcurin, ajrës. Laj, ti bëj pyetjet, unë përgjigjet, nuk do mësosh ato se si të përgjigjem. Valla, të shi, pritë pra se në emisionin tim, unë të falenderova në fillim që erdhe në emisionin tim, të shi do më qosh legët. Valla, dit apo natë, këtë e qef më shumë, ditën apo natën? Valla, përgjigju shpet, dit apo natë, sepse jemi drejt mbylljes emisionit, dit apo natë? Natë. Beat apo tekst? Tekst. Vetëm apo në grup? Grup. Trap apo old school? Old school. Trap jeme. Ama si quhet ajo valla, old school. Trap apo old school. Shqip apo anglisht? Shqip. Hit i shpejt apo klasik i përjetshëm? Hit i shpejt. Fam apo respekt? Respekt. Para apo pasion? Pasion më ta thash ja tu përsëri. Live apo playback? Live apo playback? Live, valla që të dali zoni. Kënga jote më e mirë. Urdhë? Kënga jote më e mirë. Kënga ime më e mirë. Pronta, 3-3. Kënga që s'pëlqen më. Kënga që s'pëlqen më? Që ke mendu ta fshin nga kanali YouTube-i, se nuk pëlqen. Jo, më, s'kam. Artisti jot i preferuar? Zef Beka.
Inspirimi yt kryesor. Inspirimi im kryesor Hudi. Frika më e madhe. S'kam frikë. Suksesi për ty. Si suksesi për ty? Suksesi për ty edhe ku do të shkosh? Do të shkoj deri ka rruga Elbasanit e të thajem prap. Pengu më i madh që të ka ngel. S'kam ngel peng, e vesh kena marr peng. Një fjalë për veten. Jetnis, Një forcë. gruaja. Bravo. Vlad, mos qesh vlla se jemi në emision serioz, transmetim drejt për drejt. Jam të qesh valla, jam të qesh me komente ç'mungeti. Po vlla, një fjalë për suksesin. Sukses. Një fjalë për dështimin. Dështim. Një kujtim i fortë. Kujtim. Apo më ta bythën për të shjama vlla, përgjigju pyetje leça thon njerëz tani o shoku. Një ëndër, na tregon një ëndër vlla. Një ëndër që ke ëndër ta bosh realitet. Ne ëndër që kam pa apo që kam bën realitet? Që do ta bosh realitet valla. Kam pa ëndër dje që ishte ti, Ankeli, Kozaku, edhe Greca. Si ka bodë. Edhe Ka në Greca. pyetje tjetër. Ra Greca. zakoni keq që e ke ti. Ra Greca Valla, të kalojmë sejt, pyetje por ra me 2 koma të zemra, i nuk ravesh me njën. Po valla, E ke një parasysh- zakoni keq që e ke ti, ç'a zakoni ke valla? Unë që kam zakon të keq, Po. cigarë, pishëm cigarë. Një zakon i mirë që ke. Zakon i mirë, e lej duanë. Një gjë që të nervozon shumë shpesh herë. Mashtrimi, Një gjë që të qetëson shpesh herë. goca dhe gruja. Një gjë që se ndryshon kurrë. Gjë që se ndryshon kur qa? Një gjalla që tu unë këtë se ndryshoj kurrë. Se ndryshoj 33-shin. I pasur apo i lumtur? E ke pa të videot i pasur i lumtur të qeshë kështu, po duhet edhe i qiklekë që im që mora. Po të shi, i pasur apo i lumtur, valla, zgjidh valla, tash se jemi në emision në shoku, transmetohet kjo. I lumtur, dhe mami i lumtur, ham bukë krypës. Okej. I famshëm apo anonim? Anonim, Rrezik apo siguri? siguri, Dashuri apo karrierë? të dyja. Jo, njënën valla, dashuri ose karrierë valla, Po dyja valla, edhe si ku ka më. karrierë pa dashni? Okej. Besim apo dyshim? Besim, E vërtet apo e bukur? sfit, E shkuar apo e ardhmja? E shkuara apo e ardhmja? e shkuar e harruar, e shkuar e harruar. Ma qof, dita që kam njof, nesër të harrofsha dhe kur mos kujtofsha se unë të kam dashur po. Kalojmë pyetje tjetër. Po, Fitore apo mësim? fitore mësimi, Vetëm apo me ekip? me ekip, sillna me ekip, Vetë po apo s'pëcillen sakt? deputet ta. Shpejt apo sakt? Tek pulla po sakt? Shpejt apo sakt? Do ta bësh një gjotë shpejt e të dalë keq apo do ta bësh një sakt po e bush apo? sakt, se kena me nëzitim. Pyetje për stil jetese. Zgjohesh herët apo vonë? Kena stil jetese se jena rrit rrugëve transport me paleta, me bosa prej puke. Ajo kom për qenë. Kalojmë pyetje tjetër, o vlla. Vlla, ne unë kam përgjigjem 3 vjetë, vlla, që qohëm në orën 6:30 mëngjesit. Okej, kalojmë pyetje tjetër, palestra apo studio? Studio. Se jena Qetësi apo zhurmë? Pak Zhurmë. pëlqen vlla. Zhurmë, vlla, zhurmë. Natyrë apo qytet? Qytet, Shtëpi apo rrugë? rrugë, Çfarë të mungon? qa mungon? Po. Nuk ta them. Çfarë të bën krenar? Qa më bën krenar? Toka të reja. Po tamam toka të reja. Abstenim, Një sekond. për momentin, se të na bo shumë pyet, me rovë shpjetu më duk vetja si Çfarë të mban, çfarë do mbaje gjithmonë? Qa do maja gjithmonë? Po. Ku të maja? Të maja me vete? Çfarë s'do falje kurrë, valla, se ti si kthe përgjigje shpejt, çfarë s'do falje kurrë? Tradhtin. Trathim, po. Okej, kalojmë pyetje spontane. Mesazh për fancat, për njerëzit që duan. E për njerëzit që më duan. Jeni Po. shumë të mirë, respekte, mos pini drogë, shiteni, Po, bravo. Kalojmë Majni- pyetje tjetër. Mesazh për veten. familjen mirë.
Mesazh për Mesazh vete. për vetë. Po. Vetë ja bëj me telefonin tjetër. Mesazh për kritikët, vlla. Kritiket Loki self-made talli rockun me vipa. Mesazh për rivalët. Kam rival, ose që rivalet se më rop shtëpi. Rivalet kanë më rop unë me jetën. Pyetje fani, ndryshe. Kalojmë pyetje tash, do jemi drejt mbylljes emisionit. Shpejt e shpejt ba. 1 milion euro apo një hit global? Një hit global. Koncert madh apo studio perfekte? Për nëse koncert madh për tek herë më mirë studie perfekte. Jetë luksi apo jetë e thjesht? Jetë e thjesht. Riski i madh apo fitim i sigurt? Riski i madh. VIP apo normal? Normal e burrë na shpife bra. Le vllaj. Okej, atëherë unë të falenderoj që ishin në emision. Përshëndetje të nderuar teleshikues. Sot kishim të ftuar Jetnisin, djalin më të mirë në Tiranë, që jeton në Tiranë, është nga Puka dhe jeton në Tiranë. I cili ka 10 vite që me stilin e muzikës, banda 313. Nga Tropoja. Je nga Tropoja, ti harrova vlla. Jetnisin që është nga Tropoja, e përshëndesim, ne falenderojmë që ishte pjesë e studios tonë në emisionin tonë, se ne kemi, domethënë, gjatë gjithë kohës shpresojmë dhe duam që të kemi çuna sa më të mirë në studio, si puna e Jetnisit. Jetnisi na tregoi pak për jetën e vet, ndoshta edhe ca gjëra si tregoi sepse i mban në privatësinë e tij. Ne shpresojmë që ky të shkojë sa më lart dhe suksesi i tij të arrijë majat. Do të falenderoj vlla. Tash më arrifni këtu, mos më leni. Unë të falenderoj vlla që ishe pjesë e emisionit tim dhe unë kam kënaqësinë që të kem një herë në javë në studio dhe ne do bëjmë një tip kontrate. Tani do flas me drejtorin, domethënë me menaxherin tim tani që kam këtu në studio, dhe do bëjmë një tip kontrate që të kem në emision një herë në javë. Po minisa të lekët që O vlla, po ti duhet me paguaj të art me art e studio im, o vlla, jo me paguaj të më të mor ty. Shku më betë. O, gjigant, vetë thonë. Ku shoku? Ai ti do të kesi dhe fajtu të jarrë shtëpi. Po shoku, po unë edhe pak do hap podcastin tim, o vlla, do i ftoj gjithë. Po ti hapë podcastin o bosës, më intereson mu podcasti jote asnjëri, o vlla. Unë kam respekt për ty e vit ke emisioni jot, po o vlla, pse çka kujtohet se do pyet për atjerën për ty? Po gjithë valla do i pyes për ty, kam pasur nizë të mund. Si ke raport? Po folin na njëri keq për mua, çai thuti? Po folin e njëri, po nuk le njëri me fol keq për artista, do vlla, unë gjithmonë e pres atë pjesë, apo kur unë e përzej nga studio direkt. O vlla, më nisi çika të lekët lej llafet tash se Çfarë lekë do ti më TikTok, e ke myt fare, na çoni 2000 euro nesër ti bu. Po ku ka lekë o shoku, çfarë thotë unë të kisha 2000 euro isha martuar tash. Po shab se për lekë ke lëndi. Ti ja punë martuar rop. Po për lekë më rrok shtëpia. Rop sa lekë do t'ja punë martuar? S'kam lekë, po kam lekë vllai jo të burzën. Tash ja ke asnjë të më trashë. Pyeta pak të Doni apo Arturi? Doni apo Arturi? Kush e doni? Doni më vllai që thot me patllak e mbret me 1 metër Gjerman. Ç'a thumë xhigan? O shoku, kush është artist më i mirë? Doni apo Arturi, thot njëri komentues tu. O vllai, Donin se një fare herë. Po Arturi. Njeh Doni me vërtet? Po se njohur, ç'a ta njoh? Ku ta njoh? Djali mirë Doni më vllai. Po djali mos ka shan djali kesh vllai. Nuk e njoh. Do me të njoft vllai. Po jo faleminderit vllai, kam bollë këta që njoh I kam ndalin në deprojt. A shefti isha poshtë në smora paket. Çka ke nga Po sy? na kujtove cigare, më vdek shfirov se më kam marrë cigare. Mos e ke nga telefoni e burr. I kam këtu kamerat se dia kanë ikë unët në gjënë të cigare. Sa mendimi ke ti o vata, hapi podcast vllai jot? Do hape më që unë të kam thonë që këtu ti për le. E më vërtet, ku ke pasha ik pa lekë vllai? Ja, unë vetëm mero kam thënë. Hapi sa lekë drejtë. Vdekt familja, unë ja kom nxjerr pyetën me tepsie lekë, o shoku, unë s'du mi nxjerr më lekë, se ka njerëz kanë me hongër. Po mirë më ty si tu nxjerr bukë, s'ka njerëz kanë me hongër. Tu nxjerr lekë Po jo, valla, pa din ata që e din se kur sa lekë kam unë, ti e di e burrë tash, unë s'du mu hap mbyllëm TikTok për s'ta gjum njëri. Bë pik. Po ik me gjithë tonë ti vllai, unë se njoh, po s'tash bë kështu e bë ashtu. E ik më harroni Ajdarin. Leku letër, qa lekë kena ne ma jetë nisë, ku kena lekë në vllai. Ne jena cop, vallaj.
Televizionat të lekë të emisionit Feminist nesër ti mu. Sha kja më rëbërë që? Ma qo pasaportën. A i s'ka lekë më. Do buke me s'po ta qoj unë. Shoko jo të pasaportët të. Që thot e s'ka lek, thote? Që thot? S'ka lekë shë iko të hongër buke majonez. Në la unë buke majonez, haj që kam qef që lidhe ka. Po ta shja ke lekë as ke lekë të si herë të thu kam, herë të... S'kam më lek, valla, s'kam, gjithmonë do të me thonë s'kam, valla, se po the kam varikar, nuk gjumë më njëri. Që mu që kartën e bankës. O vlaj, qoj ate, o tono, vesh kartën e identitetit. Po mos na bëni kotum që kartën e bankës, da qoj dhe kartën e bankës, me bo mos me mnis leket, mos anej, dhe të vit njek. Ku t'jesh? Njek. Jo ati e Groningen, i kësë të qëkër dhe e varot. Do vla. Ma blokoni që të Së të nimi ke për famën time t'jo vla. Ti vlaj, je i famshëm, e djali mirë, respekte, edhe maja si që ke. Unë kam ma gjithmonë dhe s'kam ndryshu sa vite kena ne që njif në bashkë. Unë falë. Për një 2-3 vjetë, po jërë? Pytet shpet, Edisoni Durrësit apo Sheiku Durrësit? Këtu më vje ke zlaj, Edisoni Durrësit. Atë të kisha thonë dhe unë. Po mbreti. Qyqa, ku shë mbreti, unë apo ti? Jo, unë pjena sa i plasa i kongë, ati që ishte gabimi im. Mos ta leni këtu në api, valla, ha zemra. Po e t'nis, se plasa i kongë vaj, prit se erdhe atë kur doli Sari Leja, atëherë më rëfshi, e kisha plasa i kongë prit se erdhe, e kisha boja 20 milion views. Pas ma boni njoni në i tekst, prit se erdhe, mi mërë masik. E ke bon ka jo, një sulali për Dubai. Edhe tani e bojë, unë dha unë them kongë komplet, ja prit se erdhe. Ku shjeti e shumë? Ja me, ku ka lek me? O Albos, futja mëri, ja 2 pistolet, o Albos, më së rritu që eshtu e. Po futa për shef, për shef i ertë. Po jetë njës, për kokë të familjes, o jetë njës, si ka mundësi nuk rrit do të vlajot me 300 veta live, me 400, për kokë plakës. Nuk rrit do të burë, se ti. Në të tjerit dhe respekt. Po nuk, Allah, unë tani për shemë kam 92 veta. Se kam problem. Po unë së rrit do të olla, më rëfshie, më mësu sy, olla. O, Dorez, më rëfshie, mytë jam vdekt, familja Albos. Ku shoti Dorezën, jo? Jo, që me mytë. Albos, mytë jam. S'ke qanë me mytë mu, se kanë arë qunat e fjerit të, më rëfë shpije. Mytë, o Albos, futëm Dorez, o pa blok. Qa thotë, Allah. Pi në Dorez, jo në Dorez, po. Dorez, o, futu o Albos. Ku shumë më rëfshie që të ka bo. Që boni më rëfë shpije. Që të ka bo në në modet ka, futëm më Dorez, mo. Futja Dorez, për futja. Dorez! Martini, ja, armofsh. Mbjerë, Një opa Dorez tjetër për kokë të familjes. Qunat e fjerit du, Allah, diti. U qatë ka bo më rëfshie. Shishi prap në rapi më rëfsh. Futa, snipe! Snipe, po quna më rëfshie. Edhe një, nuk i sa me i talë i rakin me vita. Po kushë snipe më rëfshie. Edhe një se ne e morim. Futëm Dorez! Jo, vlaj, o vlaj. Më Albos. O vlaj, janë qunat e mretit to, o vlaj. Ja, armofsh tallë. O vlaj, po si ka mundësi s'hodha asistorit ti më shoku kërë ishe këtu në Itali? Po s'hodha, o zemra, hodha ja 2-3 copë, po. O zemra, me ropë shpje kanë qenë gjithë drunë malë, o vlaj. Pa përjashtim. E kanë bo gjithë ueli dë në lezi me ropë shpje. A vdekt familja kisha ardhe dhe unë e kisha kënu atë e kongën. Kisha për, ku je mërdaj? Kisha ardhe dhe unë vlaj e kisha kënu atë e kongën. Me nërë familje, o zemra, kanë bo gjithë foto e këshu, as njoni s'ka hedh, as një gjonë për shkote e mashin, ja u qoshish, e ke parasysh se erdhen, na ullin këta volina, këta na ullin që në burë. Po merdi njoni ishte dru fare, merdi, o vlaj më tha mu, do vishi këta volina, më tha mu, të të hedh në i legi, thash o vlaj, nuk jam mundin një shtu, si më mos më hajde mo këtu, i thash. Ndek që, më vitë kënoj për shëndes më mbrapa, tash bëjmë në i foto. Qa moshe ke, vlaj, se janë kurios njerëzit tu, qa moshe ke? Unë 29, vlaj. Edhe i qim. Faleminderit. Çuat me Lidon. Unë jam 23 për 6 vjet vlaj të shje bëj karrierë. Shpi, kam nejt me këtë Lidonin në Gjermani me rëf shpije. Si ke kalamojt o zemë, në duke se bo me goca, quna. Kam nejt në Gjermani me këtë djallin, kena qenë pikë të halët të dy në motor. Ma e men para 8 vjeqa, 9 vjeqa, bro.
Kultem kodeci. O Sheigo, a shef se erdhën çuna tash të rraf shoku jot. Para na mytën më rreth shtëpie. Na mytën. O Etnis, do folim, do të marr pastaj vllai në WhatsApp. Po mërë zemra, se mos marrësh. Pse nuk pranon live. Çe live më pranon. Sheigo është rreth shtëpia atje. Është rreth shtëpia se të më skaç apo më Sheigo në Shqipëri jo burr. Wallahi. Pikë 063. Wallahi. Të rritë zoti, faleminderit. O merë ditë, bravo, se të isha me respektuar, po se le, se gjallë, faleminderit shumë. Morën telefon. No, shpejt për një shka, vllai. Shkesha më pyet mu... Mreti, filloj djetën, e ka fillu mreti djetën, e ka fillu. E ka fillu mreti djetën. Do dola, thash, mas futët më sot, a kupton? Ha? Vesh për ty u futa më rreth shtëpie. Më rrëp shtëpia dhe unë u futa e sa të kam... E hapa te këto, kjo e para këtu. E të pash aty larë, po ishte me... nuk e boshe do të gjojnë, e ke parasysh se ke qenë me i tjetër më duket. Në sa të lujt, po. Po i shkujtë i thash janë 2-3 çunave këtu, i thash shkoni Sheigut. Masa më futi ai me që ishte ai mafia me atë kriminalin, që ishin ato dy kriminalat, lëviz. Ishin t'janë rruja të orejës, nuk e t'janë. Atë po e vjetër. O jetë nisë, unë jam të dalë, vllai, se morën telefon, se kam i telefonat të rëndësishme. Jam të e mjull fare. Hajde të marrë vllajin privat në WhatsApp, pastaj. Okej, vllai. So jam të lejtë në qik, vetë të këtu më këto naqët edhe të rritë zoti. Ja vëm palestër, jo, vllai, e kam lanë, e kam pas bo. Po që jam fiksu këta, unë thash se njoftë, të jam fiksu me qëta. Që ka mes